Qytetarë nga Velipoja dhe Durrësi u mblodhën sot para Kuvendit të Shqipërisë për të protestuar kundër vendimeve të fundit që lidhet me pronat e tyre. Banorët e Velipojës kundërshtojnë ndërtimin e resortit të kompanisë Gener 2, pronë e biznesmenit Bashkim Ulaj, duke theksuar se toka është e tyre dhe se leja e ndërtimit është dhënë pa marrë parasysh interesat e komunitetit. Ai u drejtua prokurisë dhe Bashkisë së Shkodrës me dokumentet e pronës të duar, duke kërkuar sqarime dhe përgjegjësi. Unë ju them edhe atyre që janë sot në parlament, të cilët na dëgjojnë, por bëjnë sikur nuk dëgjojnë. Hajdini dhe na sillni hallet tona. Nuk ju kena gjatë bërë, jena trojet tona. Nuk i kena votu për me mbrojt oligarkët, i kena votu për me mbrojt drejtën tonë. Dhe prona është e drejta jonë. Ndërsa nga ana tjetër banorët e Durrësit protestuan për projektin TIT, përjetësimin e bulevardit historik Edi Dam, ku parashikohet shpronësimi i 74 familjeve. Qytetarët kërkojnë që shteti të bëjë një vlerësim të drejtë të pronës ose të sigurojë një banesë alternative, duke refuzuar bonusin e qeras të propozuar paraprakisht nga bashkia. Gjatë protestës, qytetarët shprehen zemërimin e tyre kundër qeverisë dhe politikës, duke akuzuar për korrupsion dhe shkelje të dinjitetit. Ne shtëpit kemi në qendër të Durrësit, kur atje 1 metër katror, je vija parës 3.000 euro metri katror. E disa ma kanë llogaritur mua shtëpi në qendër me 107.000 lek të vjetra metri katror. Me këtë që po bën ky hajduti, bashkë me Belin dhe Balukun, vetëm një gjë të di, ne i duruari i fituar. Kjo mungesë transparence sjell përfitimin e atyre që duan të fusin duart në pronat e shqiptarëve. 1 kilometër rrugë Tiranë ka bën 22 milion euro dhe banorëve Durrësit autokton ju jep 1 metër katror, saq ju bën një drek në Volga, kryetarës bashkisë, kryetarët e IMT-s. Flasim për interesa publike, kur për patur një interes publik në radhë të parë duhet të ekzistojë qëllimi legjitim i saj, dhe qëllimi legjitimitetit është i shkelur, pasi nuk ekziston domosdoshmëria e këtij projekti, nuk ka asnjë funksionalitet, nuk rregullojnë transportin, nuk bëhet fjalë për siguri publike, nuk bëhet fjalë për shëndetësi dhe nuk ka as pak transparencë. Protestës janë bashkuar deputetët Agron Shehaj dhe Redi Muçi, të cilët mbështetën qytetarët dhe nënvizuan nevojën për ndërhyrje politike. Vetëm oligarkët. Pronat po i vjedhin oligarkët me politikën, me klasën politike të korruptuar që keni parlament. Ky është problemi, sepse nuk do kishte asnjë mundësi që askush të vite pronat tuaja pa ndihmën e tyre. Janë ortak dhe eshtja e tyre tregon pikërisht të gjë. Tregon që janë bashkë, po i vjedhin pronat bashkë. Dhe detyruan të emigrojnë, po sot shqiptarët nuk emigrojnë, sot dëbohen sepse konsideron të tepërt në vendin e tyre dhe në tokat e tyre. Dëbohen sepse u shkatrojnë shtëpitë, po ndodh me banorët e lagjes Skalas në Durrës, po me banorët e Astirit me 5 majit më parë. Pse që aty të ndërtojnë një oligark? Protesta e sotme tregon shqetësimin e komunitetit lokal ndaj projekteve të zhvillimit dhe sfidave që ata përballen për të mbrojtur pronën e tyre, ndërsa qytetarët presin përgjigje konkrete nga institucionet përkatëse.